Mojsi Golemi, i njohur për burimet e kohës, edhe si Mojsi Arianiti, është një nga figurat më të ndërlikuara, më dramatike dhe më njerëzore të historisë shqiptare të shekullit të 15. Emri i tij lidhet ngushtë me epokën e Gjergj Kastriot Skënderbeut, me luftën titanike të shqiptarëve kundër Perëndimërisë Osmane dhe me tragjedinë personale të një njeriu që lëvizi mes lavdisë, krenarisë, rënjes dhe pendesës. Historia e Mojsi Golemit nuk është thjesht histori tradhtie apo besnikërie, por një pasqyrë e thellë e shpirtit njerëzor në kohë lufte, presioni dhe ambicie. Mojsi u lindi në një familje fisnike shqiptare, lidhur me trungun e fuqishëm të Arianitëve, një nga familjet më të mëdha feudale të Shqipërisë së Mesme dhe Juglindore. Në atë kohë, besnikëria shqiptare nuk ishte vetëm një shtresë shoqërore, por një kastë luftëtarësh, sundimtarësh lokal dhe mbrojtësish të tokës. Mojsi Golemi u rit në këtë ambient ku që në fëmijëri mësoi përdorimi i shpatës, kalorësia, strategjia dhe mbi të gjitha koncepti i nderit dhe besës. Ai nuk u formua si një ushtar i thjeshtë, por si një prijes i arshëm, i mësuar të komandojë bura dhe të marrë vendime të rënda. Që e rini, Mojsiu u dallua për trup të fuqishëm, karakter të fortë dhe guxim të spikatur. Ishte një njeri me temperament të zjarrt, krenar dhe ambicioz, cilësi që në luftë mund të ngrenë lart, por edhe të rrëzojë. Gjergj Kastrioti u kthye në atë në vitin 1443 dhe nisi kryengritjen kundër Osmanëve. Mojsi Golemi u rishtrua menjëherë në anën e tij. Ai e pa Skënderbeun jo vetëm si udhëheqës, por si një simbol të lirisë shqiptare dhe si figurë që mund të bashkonte principatat e përçara. Në vitet e para të luftës, Mojsi Golemi u bë një nga kapetanët më të besuar të Skënderbeut. Ai komandonte trupa të rëndësishme dhe merrte pjesë në betejë vendimtare kundër ushtrive osmane. Në këto përballje, ai tregoi jo vetëm trimëri, por edhe aftësi të mira taktike. Kronikat e kohës e përmendin si luftëtar të vendosur, të hynte i pari në betejë dhe të rriqej i fundit. Emri i tij filloi të përhapej si ndër shqiptar, ashtu edhe në kampin osman. Po Mojsi Golemi shihej si një nga kapitenët më të rrezikshëm të Skënderbeut. Për shumë vite, Mojsiu ishte pjesë e asaj elite luftëtarësh që mbajtën gjallë rezistencën shqiptare përballë një perandorie gjigante. Lufta nuk ishte vetëm ushtarake, por edhe psikologjike. Osmanët përpiqeshin vazhdimisht të thyenin moralin e kapitenit shqiptar me premtime, kërcënime dhe intriga. Mojsiu, si fisnik dhe komandant i rëndësishëm, ishte një nga objektivat kryesore të këtyre përpjekje. Pesa fatale në jetën e tij erdhi pas një serie përplasjesh të vështira, veçanërisht pas betejës së Vajkalit. Kjo betejë u zhvillua në një moment kritik të luftës, kur osmanët, të udhëhequr nga Balaban Pasha, ishin shtuar presionin mbi Shqipërinë. Balaban Pasha, me origjinë shqiptare, njihte mirë terrenin dhe taktikat e Skënderbeut, gjë që e bënte përballjen dhe më të rrezikshme. Në këtë betejë, Mojsi Golemi u vënë në një situatë tepër të vështirë ushtarake. Forcat shqiptare pësuan humbje dhe u detyruan të tërhiqen. Kjo humbje nuk ishte thjesht një sifat në fush betejë për Mojsiu.
Ajo u kthye në një goditje të thellë personal. Ai ndjeu veten të poshtëruar, të përgjegjshëm dhe të lënë nën hije. Krenaria e tij u plagos rënd. Në një kohë kur lufta kërkonte durim, sakrificë dhe qëndrueshmëri. Me si golemin, pushtua nga dyshimet dhe pa kënaqësia. Ai filloi të besonte se nuk vlerësoi sa duhet, dhe se fati po I kthente shpinën. Në këtë gjendje shpirtërore, si golemi mori vendimin më të rënd të jetës së tij. U largua nga Skënderbeu dhe kaloi në anën e perandorisë osmane. Ky akt u përjetua si tradhti e rënd nga shqiptarët. Por osmanët, ky ishte një sukses I madh politik dhe moral. Sultan Mehmeti priti Mojsin me nderime, I dha pasuri, tituj dhe poste, duke shfrytzuar si shembull për të treguar se edhe kapitenët e Skënderbeut mund të thyeshin. Por realiteti I shërbimit osman ishte shumë ndryshe nga premtimet. Si golemi nuk u trajtua kur si një I barabartë. Ai shihej gjithmonë me dyshime, si njëri që kishte tradhtuar një herë dhe që mund të tradhtonte sërish. Nderi që ai kishte njohur mes shqiptarëve nuk ekzistonte në oborin osman. Gradualisht, Mojsiu kuptoi se kishte humbur gjithçka që e bënte atë Mojsi golem: respektin, besën dhe emrin. Ndërgjegjja e tij nisi ta mundoi. Ai e kuptoi se kishte bërë gabim të pakthyeshëm. Jo vetëm ndaj Skënderbeut, por ndaj vetë dhe historisë I vetmuar dhe I përçmuar. Ai vendosi të kthehej. Kthimi I tij tek Skënderbeu ishte një akt jashtëzakonshëm për kohën. Ai u paraqit si njëri I thyer, I penduar dhe kërkoi falje. Ky moment tregon jo vetëm karakterin e Mojsiut, por edhe madhështinë e Skënderbeut, I cili, donë se I tradhtuar, vendosi ta falte dhe ta pranonte sërish. Pas kthimit, Mojsi golemi luftoi me një vendosmëri të re, pothuaj të dëshpëruar. Ai kërkonte të shlyente turpin dhe të rikthente nderin me çdo kusht. Në betejat e mëvonshme, ai hodh në vijën e parë, pa u kursyer. Sigur kërkonte vdekjen si pastrim shpirtëror. Bashkëluftëtarët e shikonin si njëri që luftonte, jo vetëm kundër armikut, por edhe kundër vetes. Fati I tij u bulos në një nga përplasjet e fundit me osmanët, kur Mojsiu u kap rob. Për osmanët, ai ishte tradhtar I dyfisht, një rezik dhe një simbol I dështimit të politikës së tyre. Ai nuk u fal. U ekzekutua në mënyrë mizore, por të bërë shembull. Vdekja e tij ishte e dhimbshme, por simbolike. Ai vdiq si shqiptar I penduar, duke paguar me jetë gabimin e tij. Ai mbeti një figurë që nuk mund të shihet bardhësi. Ai ishte trim, fisnik, komandant I Zotit, por edhe më njëri me dobësi. Historia e tij është një mësim I fortë për çmimin e krenarisë, për pasojat e tradhtisë dhe për forcën e pendesës. Në epokën e Skënderbeut, çdo vendim peshonte fatin e një kombi të tërë. Mojsi golemi mbetet një nga figurat më tragjike dhe më të thella të historisë.